bukurat e bukës, për së vërtetës na shërbet bukë gruri, bukë mistri, bukë thekre, bukë integrale, bukë pa gluten, bukë me fara. Tani cilën do të zgjedhim, se familjet tona do të konsumojnë bukën, nuk ja u heqim dot bukën fare nga tryeza. Këtë duhet të zgjedhim dhe a është thjesht një marketing buka integrale, apo realisht mund të gjejmë bukë integrale apo bukë, pa maja? Buka me drithra integral mund të jetë e shëndetshme, por në shumicën e rasteve është marketing. Pra në sens logjik dhe do të themi teorik, në sensin praktik është marketing. Pse çdo të themi realisht me drithrat integrale. Drithra integral është drithi i përdorur i plot me krunde, embrion, endosperm. Gjë që sot nuk ndodh. Është i rafinuar. Sot, sepse ajo ka më shumë fibra, të ngop më shpejt, rrin ngadalë sheqeri me gjak, insulinë etj. Sot është marketing pse? Sepse një pjesë e madhe tyre janë miell i bardh i përzier me krunde të shtuara për efekte shikimi, pra për të hedhur hi njerëzve. Ka nivele të sheqereve më të lartë, ka mbajra bimor këto bukra që bëhen, ka nivele aditiva dhe ngjyrosës. Dhe fermentimi është më i shkurtër, fermentimi është shumë i rëndësishëm. Nëse një bukë fermentohet brenda 1-2 orëve, ajo bukë nuk vlen më. Në opinionin tim, nuk vlen më për arsye se shkakton probleme të kanditës, furnizon shumë probleme të disbiozës së zorës, pra ajo majaja dhe trupi do shumë kohë për ta përpunuar dhe për ta rregulluar të gjithë të maja që ne fusim kur e kemi të butë në sa ajo kërpudhë është gjithsesi, është një lloj kërpudhe që futet në trup, apo jo? Po, është një lloj kërpudhe dhe kjo ushqen se është sasi të larta. Po. Në rast se ne kemi fermentuar me tharmë natyrale, në rast se ne kemi miell të bluar ose grur të bluar në gur, apo të plot si grur, dhe e kemi bërë vetëm me miell, me krip, me ujë, atëherë indeksi glikemik është më i mirë, është më i ulët normalisht, përpisohet për 2 ditë të vi, do është 2 ditë, edhe një ditë. Tharma bëhet kështu, hidhet ujë, hidhet grur, 50 ml ujë, 50 ml. Po. Gjysmë për gjysmë lihet 2-3 ditë, pas 2-3 ditëve hiqet gjysmë, pra eliminohet dhe hidhet përsëri 50 ml ujë dhe shtohet që të krijojë të gjithë këtë reaksion dhe pas 6-7 ditëve ajo mund përdoret tek buka që duam të zënë. Ose mund ta lëmë në mënyrë natyrale që të zihet. Kështu e bënin dikush gjyshet altin bukën me këtë fermentim natyral. Gluteni sot është më i koncentruar, ka strukturë më agresive dhe aktivizon nivelin e inflamacionit dhe rrit klirimin e zonulinës, e cila dëmton sistemin intestinal të zorës. Dhe kjo është nga problemet më të mëdha që shkaktojnë edhe probleme pasaj me celiatikën apo edhe mosken, disbiozën, sepse nga ana tjetër konsumimi i lartë i bukës ushqen bakteret fermentuese. Në ana tjetër shkakton problemet edhe diare edhe kapslëk. Por mos shikojmë edhe luatin e sheqerit, sepse e rrit me njerë. Në ana tjetër, mungesa fitatet në bukë, në këto lloj buke që ne flasim, bllokojnë gjithë mineralet kryesore dhe rrisin rrezikun e mungesave dhe sillin problemeve të dopsisë. Çfarë ndodh? Stomaku ngopet, barku ngopet dhe hormonet tona jo. Atëherë truri nuk merr sinjale të ngopjes dhe dëmtohet niveli i një hormoni që është leptina, që nuk ndalon dot ngopjen dhe sjell një problem të tillë. A duhet ta konsumojnë fëmijët këtë, sepse ne nuk duhet ta demonizojmë deri në një farë maksimale. Por kemi gjë, mos harroni gjë, buka nuk është shumë e rëndësishme në dietën edhe në ushqimin tonë. Nëse nuk ha bukë, sepse njeriu ka nevojë për 0 karbohidrate në ditë. Se vetë trupi jon, vetë organizmi jon, çdo proteinë që fut, çdo element që fut nga perimet, nga ushqimi, nga frutat, nga niveli aminoacideve e kthen në nivelin e glukozës. Kështu që po ai thua se thotë kushdo mund ta dëgjonte të thoshte po kemi grosh ose kemi një gjellë se konsumojnë dot pa çik buk, pa çik kore buke. Po mirë, pra kjo është mësim që kanë bërë njerëzit në historinë e tyre. Gjithsesi krijon varësi buka edhe për varfërinë, edhe nga varfëria, edhe nga shija. Tani më the që parë kush është buka më e mirë. Buka më e mirë në opinionin tim, megjithëse unë jam anti ushqimit të konsumit të bukës, më e mira do ishte bukë thekre me tharmë natyrale. E pa rregulluar, pra e pa marrë me miell, gruri etj. Kjo është më e mira sepse ka më pak ndikim të insulina, ngop më gjatë, ka indeks glikemik më të ulët dhe ka më shumë fibra. Kjo është në opinionin tim. Pastaj janë edhe drithrat autokton, pra drithrat e lashta, nëse do kemi një mundësi më të mirë, sepse kanë një gluten me strukturë të tolerueshme. E kanë më të ulët, e kanë afërsisht 50-70% gluten më pak se sa drithrat sot, të cilat janë të gjitha të ndërtuara, të modifikuara gjenetikisht. Mos e harrojmë edhe këtë gjë. Pra, kur ne blejmë bukë integrale me fara,
Po s'ka lidhje na fare. shpëtojnë sadopak? Jo fare, absolutisht. Nuk ka ndikim. Më shumë marrim ndikim, më shumë marrim negativitet, është si puna e kësaj që ti po thua, pim një lëng frutash për të qetësuar, të paketuar, ne marrim lëng dhe hidratohemi, nga ana tjetër kemi marrë nivelet të larta të sheqerit. Më shumë bëjnë dëm, shpesh farat sipër dhe mielli në qoftë se është ose brumi është i ndërtuar keq, nuk ka asnjë lidhje, është përsëri e pashëndetshme. Pra duhet të jetë e tillë, të ketë tharm, të jetë bluar në gur ose të jetë me të gjitha pjesët, pra me të tre elementet kryesorë si drith, të cilët trupi mos harrojmë gjë. Buka është e mirë kur trupi e haron shpejt, jo kur barku e ndjen. Pra, jo kur na bën të varur, që na kërkon përsëri bukë trupi. Jo, puna vetëm te varja, jo kur e ndjen të rënd. Në qoftë se do të kuptoni kush është bukë e mirë është, e para duhet të jetë e thartë. Këtë aromë thartësie. Një. E dyta nuk duhet shtypet me dorë. Në qoftë se sa më poroze të jetë, e pa vlerë, ajo nuk bën, nuk është bukë. Ajo është një ushqim e ultra i përpunuar. E treta duhet të jetë që nuk duhet shkaktoj, duhet të tretet shpejt dhe ti e provon. E katërta, kur të konsumosh sa 4 gishtat e tu të çdo personi, aq bukë je i ngopur. Në qoftë se nuk ndodhin këto, ajo bukë nuk ka asnjë lloj vlere. Edhe sikur të kem thënë që kjo është kështu e ndërtuar në mënyrë më të mirë dhe mund të bëhet marketing, nuk bën asnjë lek dhe nuk mund të përdoret. Prandaj do unë i them njerëzve, duke pasur nivelet glifosfatit, pesticideve, herbicideve të ellura, po ashtu të modifikimit të grurit në mënyrë shumë të madhe. Ne në 50-70 vite nuk kemi ndryshuar si njerëz. Ama niveli i grurit ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Absolutisht. Më shumë se 70% të asaj që ne mund të bëjmë. Pra, nuk është i pardallues ngjyra, themi ne mora një bukë të zezë integrale me fara dhe sikur çlirohesh nga ajo vështirësia që ke në këtë kontest. Pra, aroma, nuhatja, poroziteti, pra shtypja. Në qoftë se fara nuk i ka të tre elementet të grurit të gjitha. Një, e dyta, në qoftë se nuk është bërë me tharm natyrale. Dy, që ka 1 ditë ose 2 ditë. Në rast se nuk i ka dhe këto element, që nuk është e butë, nuk është e shfryrë, prishet shpejt e tjerë, në qoftë se nuk është e rëndë, pra një bukë e tillë duhet peshoj shumë. Mund peshoj ndoshta 1,5 kg deri në 2 kg, pra një bukë e një madhësie që sot peshon ndoshta 700 gram.